Të nderuar shikues, në këtë moment sa po ka përfunduar ndeshja gjysmëfinale e fazës play-off në futsal Vllaznia Flamurtari, ekipi i Vllaznisë fiton me rezultate në thellë 6-1 dhe kualifikohet në finale, atje ku gjen Tiranën, e cila eliminoi Partizanin 11-5. Pra një finale që do të duhet ditën e dielën në këtë pallat sporti në mes Vllaznisë dhe Tiranës. Në këtë moment unë do të ftoj trajnerin e ekipit të Vllaznisë dhe njëherëzi drejtorin teknik Arben Xhaferi, i cili e udhëhoqi skuadrën me shumë kompetencë në këtë fitore. Beni, urime për fitoren. Faleminderit. Arben Xhaferi, fitore e merituar e Vllaznisë ndaj Flamurtarit dhe tashmë në finale. I kënaqur për lojën e sotme? I kënaqur me rezultatin, i kënaqur me lojën. Shohim tani në finale, bëmë gjysmën e punës, dolme në finale. Objektivi ky ishte për momentin. Tash ti kena minimaliste, por shohim. Atëherë duhet me pozicion me Tiranën në finale ditën e dielën. Patët përballë një Flamurtar pretendent për titull kampion që ka mundur 2 herë në kampionat. Çfarë ndryshoi këtë radhë? Ndryshoi vetëm përqendrimi i lojtarëve. Lojtarët sot ishin shumë të karikuar dhe të përqendruar, e doshin këtë fitore dhe ja arritën. Dhe unë i përgëzoj sepse ato sot dhanën më shumë se 100% fush. Spikati Ari Djebaxhia me 3 gola, njëri më i bukur se tjetri, duket një formë e jashtëzakonshme me Djebaxhis, ashtu siç ka qenë dikur në fushën e madhe të futbollit. Unë përgëzoj Arin po të gjithë, por nëse e vune këto djem qysh në minutën e parë që i fundin fushë e dëshiroshin këtë rezultat. Dhe unë jam krenar për ta, sepse reagunin për kundrejt neshjeve jo të mira që kena bërë 2 neshje në fundin në shtëpi, reagunin në një mënyrë perfekte. Aty ne bravoj qoftë, por për ne thashë më përpara, kjo është gjysa punës, presim finalen. Finalja do të jetë shumë interesante, luhet ditën e dielën ndaj Tiranës që eliminoi Partizanin 11-5. Një finale që luhet në këtë pallat sporti ditën e dielë dhe sipas informacionit do të ketë edhe organizim për tifozarinë shkodane ta mbështesë ekipin e futsallit. Tani të tregoj një histori të vogël shpejt. Atëherë ne ishim përgatitur me organizuar për sot, që jemi armar tifozat. Por duke parë çanolli atje, neve na u duk pak jo me vend që të ngarkojmë edhe herë tifozat marrë deri këto. Jo se kishim frikë se ne po bashim një performancë të keqe, por Shkodra ndin futbollin shumë dhe na dinë se ç'andin Shkodra në këtë moment. Tani, ne shpresojmë shumë që ditën e dielë që bëhet finale atje të gjithë shnosh e mirë, por ne do të organizojmë, sado që personet dojnë me ardhë, do të organizojmë me shpenzimin e Vllaznisë futsal, do të organizojmë që të vinë tifozat dhe shpresojmë që të kënaqim. Pra, kishit fjalën për zgënjimin që skuadra e parë e futbollit të superiores përcolli në finalen e kampionatit me Ignatian dhe ndoshta ftofsia, zgënjimi, pakënaqësia e paraqitjes ekipit parë. Na krijoi stepi edhe neve. Na krijoi stepi që të organizojnë në mënyrë perfekte, por megjithatë unë falenderoj gjithë ato që ishin, nuk ishin pak, por na krijoi një stepi sepse ajo që kalu me dje ishte një shije shumë e hidhur. Megjithatë një titull kampion me Vllazninë e futsallit në farë mënyrë është një tip kompensimi, jo se kompenson Vllazninë e madhe, por është, më themi, një gëzim tjetër. Absolutisht e vërtet. Duhet kujtojmë diçka, ekipi fitues i këtij kompeticion, domethënë futsal shkon në Champions League. Kështu që shpresojmë që shkojmë me Vllazninë e madhe, të shkojmë me këtë Vllazninë e vogël, që është bie Vllaznisë madhe dhe ta çojmë në Champions League. Pse jo? Por do t'ja lajmë fushë, Tirana është ekipi fort. Pra të nderuar shikues, ishim me drejtorin sportiv të klubit futbollit Vllaznia Futsal Arben Xhaferi, i cili luan edhe rolin e trajnerit, sepse trajneri aktual Alcid Tafili luan si kapiten fushë. Dhe një herë urime do të Xhaferi dhe sukses në këtë pallat sporti të dielën pas dite. Akoma nuk është vendosur orari, po do të publikohet zyrtarisht nga klubi i futsallit orari i ditës së diel. Finalja e madhe për titullin kampion Vllaznia Tirana kërkon mbështetje skuadra shkodranit që shpresoj kemi tifoz. Besoj që do të na mbështesin, ne do të ndihmojmë për çdo gjë që ka nevojë për transportin. Mjafton që do të vëmë numër kontakti do të organizojmë. Por një falënderim veçantë edhe ty, sepse nuk e di, por ti na dukesh si një pjesëtar i familjes futsal, sepse na mbështet dhe na njeh shumë. Falënderoj shumë. Sukses edhe një herë. Shpresojmë që të shkojmë deri tek titulli kampion.